7 persona do të jenë në hijen e Allahut. Transmetohet nga Ebu Hurera, Zoti qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: 7 persona, lloje njerëzish, do të jenë në hijen e Allahut atë ditë që nuk ka hije tjetër veç hijes së tij. Prijesi i drejtë, i riu që rritet me adhurimin e Allahut. Personi që zemrën e tij e ka të lidhur me xhamit. 2 persona që u deshën për hir të Allahut, i bashkoi dhe i ndau dashuria për hir të tij. Një person të cilin e fton për të bërë zina, imoralitet, një grua me pozitë dhe e bukur, e ky i thot: unë i friksohem Allahut. Një person që jep lëmosh dhe e fsheh atë derisa dora e tij e majt, nuk e di se çfarë dha dora e djathtë. Një person që përkujton Allahun kur është vetëm dhe syt i lotojnë. Buhariu dhe Muslimi.